Më dërguan me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashëvisimakun. Dhe me thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmendurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, patjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjëra të tjera, për se si mund të rikthehet parashëvia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyeën e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashëvisimakun si nënën e vet, është shumë e vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë ose askushve apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpiftësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashëvisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të